Unë jam Flanca Krajkova, punoj në kompaninë Art House si menaxhere burimeve njerëzore, tash 3 vite. Angazhimet e kompanisë tonë dhe të stafit tonë janë të dërmshmuara dhe me certifikatën e ISO standardeve, ku këtë nuk kemi mund të arrijmë vetë pa ndihmën dhe përkrahjen e stafit tonë, domethënë pa punën e vullnetshme të tyre. Art House është një punëdhënës që ofron kushte pune të jashtëzakonshme. Një përvojë personale e imja është që pas 3 viteve punë më është mundësuar pushimi i lehonisë prej një kohe afro 1 vit e gjysmë. Jam Blen Zeqiri, drejtor në kompaninë Art House. Art House është kompani që funksionon në fushën e IT-s në Kosovë. Siç e dini, në fushën e IT-s njerëzit janë aseti kryesor i krejt kompanive sikur nas, edhe për neve vlen e njëjta. Prandaj edhe përkrahim shumë politika administratore të familjes, për shkak që mendojmë që sa më shumë ngritet stafi jonë personalisht dhe profesionalisht, ajo do të na kthehet neve dhe kompanisë edhe atyre familjeve në mirëqenie për secilin prej neve. Për ju numëroj edhe disa prej benefiteve që na i ofrojnë punojësve tanë. Njëra do ta është me thonë pushimin e atësisë, përveç ditëve që i mundson ligji i punës, ne japim edhe më shumë ditë pune pushim. Vetëm 16% e grave në moshë pune janë në marrëdhënie pune. Sipas këtij raporti, arsyeja kryesore e mos punësimit të grave është pushimi i lehonisë. Na do të me bërë se cili të pamundurën dhe me dhonë gjithçka prej vetës që ky raport me ndryshu, për shkak që në kohën kur kemi shumë mungesë të stafit, në krejt globin, në kohën kur problemi kryesor janë resurset njerëzore, edhe na e kemi këtë raport disbalans gjinor në punësime, atëherë po besoj që në Kosovë mund me pas një boost të madh punësime nëse e zgjidhim këtë problem. Për mua është shumë e rëndësishme familja, po ashtu edhe karriera, dhe Art House ma ka mundësuar